Të nderuar miq të dashur, vëllezër dhe motra më Krishtin. Ja ku jemi së bashku në takimin tonë përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë, jemi në datën 4 Korik dhe në këtë datë Kishën Ortodokse na nxit lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 9, vargu 9 deri vargu 13. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë sipas heturave. Pastaj Jesui, duke shkuar tutje, pa një burr që rinte në dogan i quajtur Mate. Dhe i tha: "Ndiqmë", dhe ai u çua dhe ndoqi. Dhe ndodhi që kur Jesui ul në tryezë në shtëpi, erdhën shumë ta grambledhës dhe mëkatarë dhe ulën në tryezë bashkë me të dhe me dishepujt e tij. Fariseut kur e pan këtë u thanë dishepujve të tij: "Pse mësuesi juaj hap bukë me ta gramblesit dhe me mëkatarët?" Jesui mbasi dëgjoi u tha atyre: "Nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët. Tani shkoni dhe mësoni çdo thotë unë dua mëshirë dhe jo flime, sepse unë nuk erdha për të thirrur në pendim të drejtë, por mëkatarët." Ky fragment, pra siç edhe e dëgjuam, gjendet tek Ungjilli sipas Mateut. Etrit e kishës shohin në këtë fragment zbulesën e mëshirës së Krishtit dhe thirrjen e njeriu në pendim dhe një kritik ndaj asaj feje që është thjesht formaliste dhe pa dashuri. Por le ta lexojmë varg për varg dhe ta komentojmë sipas hetur. Pastaj Jesui, duke shkuar tutje, pa një burr që rinte në dogan, i quajtur Mathe, dhe i tha: "Ndiqmë", dhe ai u çua dhe e ndoqi. Shënjangu i arti thot që Krishti nuk e gjykon Mateun nga e kaluara e tij, sepse Mateu ishte një tagambledhës ose komerciar. Që do thot, ai ishte një hajdut i ligjëruar, sepse ai merrte taksa përmbi taksat që kishin vënë romakët, por ishte edhe një tradhtar i vendit, sepse bashkëpunonte me romakët. Por shoqërinë judaike dhe farisejt, tagambledhësit dhe prostitutët ishin dy kategori njerëz që nuk mund të shkonin tek Perëndia, pa mundur. Pra nuk ishin shpëtim. Por ja që Krishti te kjo kategori shkon, dim që dhe prostituta ndryshuan, por edhe tagambledhësit lan doganën dhe u bën nxënës të Krishtit. Prandaj Krishti i thot një fjalë: "Ndiqmë". Kjo fjalë është e shkurtër, por ka fuqi hyjnore. Hiri i Perëndisë zbret në zemrën e Mateut dhe ai lë menjëherë fitimin, pasurinë dhe profesionin. Kjo fjalë e Krishtit nuk e dhunoi lirinë e Mateut. Ai ishte i lirë të mos e dëgjonte Krishtin, por ai pranoi të shkojë mbas Krishtit. Shënjori i thot: "Mateu nuk kërkon kohë për tu menduar. Bindja e tij është e menjëhershme, tregon besim të plotë tek Krishti." Dogana, ku rinte Mateu, simbolizon lidhjen me botën dhe me lakmin. Largimi i saj tregon kthimin nga mëkati drejt jetës së re. Edhe sot Krishti si atëherë thret njerëz që t'i shërbejnë atij. Mos mendojmë se i thret në një ambient shpirtëror, kur ata luten, kur ata bëjnë një jetë shpirtërore të virtueshme. Por kemi edhe raste të tilla që Zoti i thret në punë sipër, madje në jetën e tyre familjare, në gabimet e tyre, në dobësitë e tyre, në rutinën e jetës. Krishti nuk pret që njeriu të bëhet i përsosur pa të bëhet shërbëtor i Perëndisë, por ai e thret dhe thirrja që bën Krishti, aty ai fillon dëshërimin e njeriu. Po le të flasim edhe për vargun 10. Dhe ndodhi që kur Jesui ul në tryezë në shtëpi, i erdhën shumë tagambledhës dhe mëkatarë dhe ulën në tryezë bashkë me të dhe me dishepujt e tij. Si interpretojnë etrit? Krishti ul në tryezë bashkë me mëkatarët. E para duhet dim se Mateu fton në miqtë e tij. Kush ishin miqtë e Mateut? Patjetër si ai, tagambledhës, hajdut të ligjëruar. Por ai, edhe pse me këta miq kishte biseduar për fitimet e pandeshme, tani kishte biseduar për Krishtin, thesarin e paçmuar. Kështu që kush e njeh Krishtin, në të vërtetë dëshiron që ta ndaj me të tjerët, me kë? Me miqt, me të afërmit e tij. Shën Agustini thot, Krishti nuk bëhet mëkatar duke ulur me mëkatarët. Përkundazi, mëkatarët kanë mundësi të bëhen të drejtë duke qenë pranë tij. Ashtu si mjeku ulet dhe rri me pacientët jo që të sëmuret, por të shëroj pacientët. I krishterë nuk duhet izolohet nga njerëzit që janë larg Perëndisë, por duhet jetë pranë atyre për t'i ndihmuar të afrohen tek Krishti, por pa marrë pjesë në mëkat. Sepse ndonjëherë spekulohet se thonë, ja, Krishti rinte me mëkatarët, dhe ne po rrim me njerëz të tillë mëkatar, por çfarë ndodh? Ndodh që duke qëndruar me të tillë mëkatar, bëjmë edhe ne mëkatet e tyre. Pra, nëse ne do të futemi në një shoqëri mëkatare, ne do të futemi jo për të nështruar atyre, por për të tjetërsuar, dhe kjo kërkon fuqi, stabilitet shpirtëror
dhe nuk mund ta bëj kushdo. Prandaj duhet pasur shumë kujdes sepse ndonjëherë kemi një keq interpretim të kësaj gjëje. Dhe ne duhet shkojmë të rrimë me mëkatarët për të kthyer mëkatarët, siç thash, dhe jo për të na kthyer ata ne në mëkatet e tyre. Ndryshe, kjo do ishte një kapitullim. Në vargu 11 lexojmë: Farisejt kur e pan këtë u thanë dishepujve të tij: Pse mosuesi juaj hap bukë me tagamblesit dhe me mëkatarët? Siç thotë Shënjau Gojarti, farisejt nuk sulmojnë drejt për drejt Jesuin, por dishepujt. Dhe këtë e bëjnë me dinakri, sepse ata kërkojnë të fusin dyshimin tek dishepujt për mosuesin e tyre. Ata shikonin vetëm pamjen e jashtme të situatës, por nuk e kuptonin misionin shpëtimtar të Krishtit, i cili shikonte në zemrën e Mateut, që ishte një zemër e mirë, pavarësisht se ishte rrethuar nga lakmia. Shënqëri i Aleksandris thotë: ata mendonin se shenjtëria ndotet nga afërsia me mëkatarin. Me të vërtetë shenjtëria e Krishtit pastron mëkatarin, është si zjarr që pastron çdo gjë të pisët, e djeg. Edhe sot ekziston rreziku që ata që kanë një mentalitet fariseik të gjykojnë njerëzit sipas të kaluarës dhe të mbeten vetëm me të kaluarën, dhe të mendojnë se disa nuk e meritojnë mëshirën e Zotit. Pra, madje kur i shikojnë ata personin në kishë, thonë që u prish dhe kisha, kur shikojnë priftin ose episkopin ose teologun katekistit të flas me ti njerëz, thonë edhe këta u bën mëkatar si tjerë. Pra, fusin frymën e gjykimit dhe i përjashtojnë njerëzit. Por ata harrojnë se vetë janë mëkatar, dhe është mëshira e Zotit që i ftoi ata dhe i solli në kishë. Kështu që asnjë njeri që pretendon se është mëkatar në farë mënyre nuk duhet të qëndron në kishë, por ne qëndrojmë në kishë sepse aty na pranon mëshira e Zotit, aty takojmë Krishtin që është miku i mëkatarëve. Kështu që fariseizmi që përjashton njerëz të tjerë është një sëmundje e gjykimit që Zoti e dënon, sepse thot mos gjykoni që mos gjykoni, dhe me atë mas që u gjykoni tjetër, me atë mas do gjykoheni. Ungjilli sot na mëson të shohim mundësinë e pendimit të çdo njeri. Nuk mund të themi se ky njeri ka kapur ka kapur majën e mëkatit. Asnjëri nuk e di se sa është masa e mëkatit e një njeri, sepse çdo njeri është i ndryshëm, ka ardhur në situata ndryshme, në rrethana ndryshme, rritur ndryshe, prandaj vetëm Zoti e di që ky njeri ka kthim ose jo. Por çështja është se ne instrumentat Zotit duhet të bëjmë atë çfarë Zoti dhe shërbëtorët e Zotit bën me ne, që t'i flasim për Zotin kur ai pranon, kuptohet. Dhe të shpresojmë që ai të kthehet, duke u lutur për atë person. Dhe lutja duhet të jetë deri në fund. Dhe ne do ta lëmë në providencën hyjnore kthimin e një njeriu, edhe kur ai nuk na dëgjon. Por le të flasim edhe për vargun 12. Jesusi mbasi i dëgjoi tha atyre: nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët. Krishti ju kthehet farisejve. Pra, siç edhe e dëgjuam, Shënjau Gojarti thot Krishti është mjeku i shpirtit. Pra ai e tregon veten si një mjek të shpirtit, por dhe të trupit, por radh parë të shpirtit, të botës së brenda shpirtërore, sepse aty janë sëmundjet më të mëdha, kanceri më i madh shpirtëror, që është egoizmi, është lakmia, janë pasionet, është zemra e sëmurë. Mëkati është një sëmundje, jo vetëm një faj, është një sëmundje e trashëguar, një sëmundje e fituar, një sëmundje e cila nuk shërohet thjesht me një moralizëm, do një ndërhyrje të drejtë për drejtë të Zotit në natyrën e sëmurë të njeriut, që e bëri Krishti, i cili mori mbi vetet e tij, në trupin e tij mëkatet tona, sëmundjet tona, barën tonë, dhe i shfuqizoi ato me anë të kryqit, me anë të gjakut. Prandaj nuk është e lehtë të falet mëkati, aq më tepër dhe të shërohet pasoja e mëkatit, sepse përveç mëkatit kemi pasojat e mëkatit, që janë pasionet, janë sëmundjet shpirtërore. Shën Agustini thot, kush pranon se është i sëmur, aty fillon shërimi. Ashtu si në jetën e përditshme, kur dikush ndërgjegjësohet se ka një sëmundje, ai interesohet për mjekun, shkon në spital, diagnostikohet dhe fillon shërimi, e njëjta gjë ndodh me gjendjen tonë shpirtërore. Kur ne ndërgjegjësohemi se jemi mëkatar dhe çfarë do bëjmë me mëkatet tona, si të shlyejmë mëkatet tona, atëherë interesohemi për Krishtin që është shlyesi i mëkateve tona. Por ai person që mendon se nuk ka mëkat, që është i drejtë, refuzon si mjeku, refuzon që është Krishti, pra mjeku i sëmundjes shpirtërore, por refuzon dhe ilaçin, që është me anë të gjakut të Krishtit, për faljen e mëkateve.
kështu që ata mbeten në mëkat. Ky varg na fton të mos i fshejmë plagët shpirtërore, të gjithë jemi mëkatar, të kërkojmë ndihmën e Krishtit përmes lutjes, pendimit dhe jetës së kishës, dhe kisha do dim që është një spital shpirtëror që shëron çdo sëmundje dhe lëngat në popull, dhe porosiya është hapi i parë që na çon drejt Krishtit dhe që fillon edhe atë terapinë e shërimit. Le të flasim edhe për vargun 13, që është vargu i fundit. Tani shkoni dhe mësoni do të thotë, unë dua mëshirë dhe jo flijime, sepse unë nuk erdha për të thirrur në pendim të drejtë, por mëkatarët. Etrit e kishë interpretojnë, Perëndia nuk i refuzon flijimet, por ato nuk kanë vlerë pa mëshirë dhe dashuri. Në dhjetën e vjetër bëheshin shumë flijime të kafshë, por prap zemra e popullit judaik mbeti e ngurtësuar. Ishte një zemër, si them, që në pamje të jashtme duket sikur ishte përshpirshme, por brenda kishte plot pasione dhe mbi të gjitha kishte atë mungesën e dëmshurisë për tjetrin dhe mosminjohjes, derisa ata arritën dhe të gjithë së bashku në një mendim dhe të kryqëzonin Krishtin, sepse e shikonin ritualet vetëm nga ana formale. Shën Agustini thotë, mëshira është flimi më i madh që njeriu mund t'i afrojë Perëndisë. Dhe Shën Grigori i Madh thotë, ai që njeh mëshirën e Perëndisë bëhet dhe vetë i mëshirshëm ndaj të tjerëve. Ati që janë falur shumë mëkate, edhe ai ditë dhe të falë të tjerët. Kush janë të drejtët? Eti shpjegon se Jesusi nuk thotë se ekzistojnë njerëz pa mëkat. Ai u drejtohet me ironi farisejve, të cilët pretendonin se ata ishin të drejtë, por të gjithë ishin mëkatarë, si thotë te psalmi, nuk ka asnjëri që të kërkojë Perëndin, të gjithë mëkatuan. Pra, të gjithë kanë nevojë për Krishtin. Ky varg na kujton se feja nuk është vetëm një formë ritualiste, por dashuri dhe mëshirë në Krishtin. Nuk mjafton të kryejmë vetëm praktika fetare nëse zemra jonë mbetet e ashpër, pra, askush nuk është jashtë mundësisë së pendimit dhe të faljes, në çfarëdo stadi që ai është. Prandaj, etrit e kishës e mbledhin së bashku mendimin për këtë pjesë, e para Krishtit thërret edhe atë që bota e konsideron pa denjë, siç ishte edhe ta grambleci Mathej, që ai u bë pasaj apostull dhe ungjillor. Pendimi kërkon një përgjigje të menjëhershme, si ajo Mateut. Pra, nuk mund themi që unë e pranoj Krishtin, por unë më pëlqen edhe bota. Pra, në momentin që neve pranojmë Krishtin si shpëtimtar, ne duhet dëgjojmë fjalët e tij dhe duhet shkëputemi nga mëkati. Kisha është vendi i shërimit për mëkatarët. Kisha nuk është muze shenjtorësh, por është një spital për shërimin e mëkatarëve dhe sëmundjeve të mëkatit. Mëshira është shenja më e lartë e jetës së krishterë. Pra, ku neve kemi përdallim ndaj të tjerë, tregojmë se edhe Perëndia na ka përdallyer neve. Rreziku më i madh shpirtëror është kur je mëkatar, por mendon se je i drejtë dhe nuk ke nevojë për pendim, siç ishin dhe farisejt. Kështu që në jetën e sotme ky tekst na fton të mos i shohim njerëzit përmes etiketave të tyre ose këndvështrimit ton, po me shpresë që Krishti mund të ndryshojë ata. Ai na kujton gjithashtu të shqyrtojmë zemrën tonë, a jemi si Mateu, pra që u ngritëm menjëherë kur dëgjojmë fjalën e Zotit dhe i largojmë mëkatit, apo jemi të dyzuar dhe aq më keq, jemi gjykues si farisejnë që e njihnin ligjin, por nuk kishin thelbin dhe frymën e ligjit që është përdallimi. Prandaj, ky është boshti interpretimit patristik të këtij fragmenti, që neve u përpoqem ta përmbledhim sipas etërve të kishës. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.